4 mars. Ç'po ndodh në konfliktin në Iran? Statusi i konfliktit ndërsa unë flas. Ata janë përballë ndoshta rreth 1000 avionëve luftarak të vendeve të ndryshme, kryesisht izraelit dhe amerikan. Po shpenzojnë shumë nga municioni i tyre, duke sulmuar pothuajse çdo vend arab në afërsitë tyre, si dhe Kipron, Izraelin, duke sulmuar dhe marinën e Shteteve të Bashkuara. Por ata kanë një furnizim të kufizuar me raketë, dron dhe avion. Nuk mund të hysh në Iran, nuk mund të fluturosh në Iran, por të dhënë atyre më shumë armë. Çdo ditë, siç u thash, stoku i tyre i armëve dhe stoku i udhëheqësve po zvoglohen dhe nuk ka asnjë mënyrë që t'i rifurnizojnë. Mendoj se ka një shans të mirë që ne ende mund të shohim një Iran shumë të dobësuar brenda një muaji. Por kush do të jetë e ardhmja fundi ideal për Iranin? Që kur Amerika sulmoi së bashku me Izraelin qeverinë teokratike në Iran. Pra, cili është statusi i konfliktit? Çfarë do të ishte ideale sipas pikpamjes së administratës presidentit Trump? Ishin disa sulme që synonin udhëheqësin teokratike iraniane, gardën e tyre revolucionare që do të inkurajonte njerëzit që dolën më shumë se 1 milion më parë në demonstrata dhe u masakruan. Këtë herë, mbas vrasjes Khameneit, ata nuk do të kishin frikë nga një qeveri e dobësuar dhe do të merrnin kontrollin, pra do të sulmonin rezidencat politike, vendet e takimeve politike, pikat kyçe politike të qeverisë iraniane dhe do të shikonim një lloj aeroplani që vinte nga Amerika me djalin e Shahut, ose ndoshta me qeverinë ndërmjetme, një qeveri nga Parisi do të fluturonte dhe do të kishte një qeveri koalicioni dhe pastaj të gjithë do të gëzoheshin. Ky ishte një skenar. Dhe mbas kësaj Amerika do të ishte popullore, do të kishte një normalizim në lindjen e mesme dhe pastaj sigurisht që nuk do të kishte hakmarrje të madhe, por do të jepnin përgjigje ata që kishin vrarë. Tani si mund ta masin pulsin e një rezultati të synuar, ose që shumë vete dëshirojnë? Është një çast që iranianët kanë një kufizim me furnizim e armësh. Ata kanë mira raketa, kështu thonë. Ata kishin një marinë, kishin një forcë ajrore, nuk i kanë. Janë përballur ndoshta me rreth 1000 avion luftarak amerikan dhe izraelit. Ata po shpenzojnë shumë nga municionet e tyre dhe po sulmojnë thuajse çdo vend arab. Por ti nuk mund të hysh në Iran, nuk mund të fluturosh në Iran. Pra, ata kanë një kufizim. Nuk mund të jetë lufta si në Irak dhe Afganistan. Ata do duhet vristin me qindra ose mijëra amerikan ose izraelit për të krijuar një reagim publik. Kjo nuk ndodh, sepse Trump nuk do të fusi trupa. Ndoshta mund të hidhin në erë objekte për rreth Ormuzit, disi dhe mund ta bllokosh. Mund të hedhësh në erë disa anije. Pra, mund të bësh të pamundur që 20% e naftës të botës të mos funksionojë. Por nuk duket se kjo është në qëllimin e tyre. Siç u thash, stoku i armëve dhe stoku i udhëheqësve po paksohet dhe nuk ka asnjë mënyrë për të furnizuar. Kështu ne, amerikanët, siç thot Bill O'Reilly, humbëm në Vietnam, sepse kinezët dhe rusët, qeveritë e tyre furnizonin për te portet i fondut. Dhe kjo ishte arsyeja pse nuk fituam në Afganistan, sepse kishte një kufi të hapur me Pakistanin, prandaj pratëm probleme në Irak. Sepse problemi ishte transferimi i armëve në Irak. Tani në ndryshe, ne mund ta izolojmë hyrjen dhe daljen në Iran me anë të fuqisë ajrore dhe Amerika këtë e ka bërë shumë mirë. Njerëzit atje kanë një mospajtim. Kur shikoni infrastrukturën tuaj të ngrihet dhe të nxjerr tym,
Iranianët mund të thonë që po, ne i pëlqejmë Amerikanët, por ata po fillojnë të hedhin erë pallate, apartamente, dhe nuk e di se kush jeton atje. Ndoshta ka antar nga garda, po aty jetojnë dhe njerëz të mi, kushërinj të mi. Pra kjo do të krijonte një problem. Reagimi global dhe fuqitë e mëdha, qëndrimet e kombeve të vendeve të huaja. Europianët kanë qenë shumë të kujdesshëm. Qeveria britanike dhe ajo franceze në fillim thanë se ishin të shqetësuar se ishte e rrezikshme në qoftë se ata do të mbështesnin Amerikën. Dhe përdorëm rastin britanik të Diego Garcias. Por besoj se ajo që do të shikoni me britanikët, francezët, gjermanët, fuqitë e NATO-s bëhen, do të jetë mjaft të parashikueshme nga luftrat e kaluara. Pra me fjalë tjera, ata do të shprehin optimizëm të rezervuar, mbështetje të rezervuar, dhe pastaj do të mbrohen duke parë pulsin e betejës dhe do të ngrenë gishtin lart dhe do të thotë, kush po fiton? A do të qëndrojnë shtëbaat këtë radhë? Nëse pulsi i betejës favorizon Amerikën dhe Izraelin, ata do të ngrihen dhe do të thonë kjo është diçka e madhe sepse qeveria iraniane është diktatoriale. Pra nuk do të jenë më neutral. Do të dërgojnë disa nga asetet në mënyrë thjesht për të performuar në ceremoni, mund të dërgojnë disa avion francez, britanik, t'i vejnë t'i parkojnë Oman, t'i parkojnë Kuwait, dhe të thonë se ne po mbrojmë prodhuesit e naftës botës kundër agresionit iranian. Kaq është. Nuk do të ketë në ndihmë të konsiderueshme, por dhe nuk do të ketë në një pengesë të konsiderueshme nga ata. Do të jetë një retorik që do të bazohet në se ata mendojnë se po fitojnë Amerikanët apo po humbasin. Rusia dhe Kina humbën një klient. Siç humbi Rusia një klient për shembull në Siri. Ai iku në Rusi, por Rusia nuk bëri shumë për ta ndihmuar. Nuk dërgoi flotën, apo anije, apo avion. Me rëndësishmja, Rusia ka humbur me 1 milion të vdekur dhe të plagosur dhe të zhdukur në Ukrainë. Kanë humbur shumë nga tankët. Flota e tyre ajrore është zvogëluar shumë. Kanë humbur klient nafte dhe janë të falimentuar. GDP-ja e tyre 50% sot investohet tek municionet. Por municionet po shpërdoren me një ritëm astronomik. Mund të ketë edhe 20.000 rus të vdekur të plagosur çdo muaj. Dhe ata nuk janë në një pozicion për të ndihmuar Iranin. Po Kina? Thjesht duhet të dim se çfarë bën ata në Panama. Ana kërcënuan, ana thanë që lëreni Panama në rehat. Ne kemi bërë marrëveshje, ne kemi të drejtë që të mbajmë kompani kineze të kontrolluar nga Partia Komuniste në hyrje dhe ndalje të kanalit. Nuk e bën. Pra, po flisnim për kinezët që nuk mund bëjnë asgjë. Lufta e Trumpit kishte një nëntek strategjik në Panama. Të gjitha këto incidente që jo thash, ishin për të izoluar dhe për të dobësuar ndikimin e Kinës, veçanërisht në hemisferën perëndimore. Por edhe në zonën e lindjes. Por ka disa probleme që po ngjasin këtu me njerëz nga media, të cilët hiqen si partizan të mëdhenj të Magës, që po sulmojnë zotin Trump. Dhe po të shikosh me vëmendje, është Tucker Carlson, është Marjorie Taylor, është Nick Fuentes, Steve Bannon. Por problemi është që kritika e tyre ka qenë e zymt. Trump duan apo s'duan ata e kontrollon bazën e Magës. Dhe nuk ndikon shumë tek të pavarurit, të jemi realist,
sepse politika jashtme nuk vendos shumë të ligjet dhe votat e mes mandatit. Duket se presidenti Trump këtë radhë është i bindur që të funksionoj diçka më pozitive në Iran se sa ndodhi në Venezuelë. Nga gjithë ky konflikt i madh, Irani do të opsohet ushtarakisht, Izraeli do të jetë më i qetë dhe mund të zgjidhet një nga brenda ajatollave që të shkojë për shtat me politikën amerikane, duke ndaluar Kinën dhe Rusinë të shfrytëzojnë naftën e Iranit. Media e majtë këtu ka hedhur dhe një ide tjetër, sikur CIA po armatos elementët irredentist kurd për të nisur një lloj lëvizje të armatosur brenda Iranit. Izraeli synon që të ketë kaos, Trumpit kërkon që të ketë stabilitet. Në qoftë se do të ndodhin që të shkatrohen në mënyrë masive bazat e raketave, aktualisht ata nuk kanë më sistem ajror, nuk kanë më sistem marinash, janë shkatruar. Por xhepat ndryshëm me dronë dhe me raketa ekzistojnë dhe është një ushtrim rreth 1 milion besnik të ata që quhen garda kombëtare, që mund vazhdojnë të jenë rrezik. Por ata miliona që dolën në protesta dhe në demonstrata më parë, mund të marrin nxitje nga këto luftime që mund kryen nga kurdët dhe mund të ketë përndrysje regjimi. Trump ka thënë që ne jemi për ndryshimin e regjimit. Hegseth tha që nuk jemi. Ka një lloj diskordance, mbase Trump e bën vetë me qëllim të tillë që të lërë disa opsione. Natyrisht që nuk do të ngjasoj me luftën në Irak. Dhe Trump këtë e ka mësuar që nga Bush dhe Dick Cheney në përplasje të tilla nuk shkohet dhe nuk ka sukses për të vendosur demokraci në një vend tjetër, sepse kanë dështuar në Irak, kanë dështuar në Afganistan. Problemi është që a është bota më e sigurt me zhdukjen e ajatollave? Unë mendoj se po. Prallet se në Shqipëri, mbasi nxiten nga kryeministri Rama se ai është në hall të madh me Ballukun, e cila vazhdon të dërgon njerëz të saj në New York, sikur Irani do të sulmojë me raketë Shqipërinë, sepse është një bazë me opozitën iraniane. Nuk është aq e thjeshtë të sulmosh një vend të NATO-s. Rama kërkon të spostoj vëmendje mbas trupit të madh me artikullin e përbashkës me Vučić që na fusnin në Bashkimin Evropian dhe ne dhe Serbinë pas një kusht. Ju e dini që kushti për Serbinë ka qenë që të njihet Kosova që ty shënbëhe. Pra Rama thikën tjetër mbas Kosovës, ai që hiqet si nacionalist i madh. Rama është në provat e jetës. I uroj që të ruaj gjakt fotësin dhe të paktën për një çast ta mendoj veten si shtetar. Çka do të ishte më mirë për vendin, për Partinë Socialiste, por dhe për familjen e tij. SPAK dhe FBI i ka të gjitha faktet për ta ngritur akuzë dhe për ta arrestuar. Rama duhet di dhe duhet pranoj verdiktin. Ajo që i thot Palloshi është mbase ai duhet edhe kusare më e madhe në administratën shqiptare, mbase që nga koha Skënderbeu. Meriton të shkojnë në burg ajo dhe njerëzit e saj, ato bishtët që i dërgon gjithkohë. I kujtoj SPAK-ut që Balluku mund të ketë dhe pasaport greke. Kërkoni që ajo pasaport bllokohet. Me pasaport greke shkon pa vizë në Uruguay, në Kanada, vjen në Amerikë. E keqja për çastin ka një emër. Ai quhet Edin Rama. Ju takon socialistëve të ndershëm ta largojnë në të mirë të tyre dhe të vendit. Janë larguar 1 milion shqiptar. Është çasti që duhet largohet Rama.
kudo në Shqipëri.